18 të vërtetat psikologjike të Nietzsches për të lexuar njerëzit, një udhëtim i thellë në shpirtin njerëzor. Mirë se vini në këtë video të thellë dhe transformuese. Sot do të zhytemi në botën e Friedrich Nietzsches, filozofik që na mëson se si të lexojnë njerëzit jo sipërfaqësisht, por deri në bërthamën e tyre. Nuk do të jetë një listë e shpejtë këshillash, por një shpjegim i plot i 18 të vërtetave të tij psikologjike, të ndara në 3 pjesë të fuqishme. Çdo pjesë ndërton mbi të parën, duke të ndihmuar të shohësh maskat që të gjithë i veshin për të mbijetuar. Nga mosha e hershme, ne mësohemi të besojmë fjalët që thonë njerëzit, por Nietzsche na paralajmëron, fjalët shpesh janë armatura, jo e vërteta. Njerëzit flasin nga frika, nga egot, nga mbijetesa. Sot do të mësojmë të dallojmë çarjet në ato maska, ku shpërndahet e vërteta e vërtetë. Qëndroni me mua, sepse në fund nuk do të kuptosh vetëm të tjerët, do të kuptosh veten në mënyra që nuk i imagjinoni. Le të fillojmë me pjesën e parë, maskat dhe shenjat e para të së vërtetës. Maskat dhe shenjat e para. E vërteta 1, të gjithë veshin një maskë për të mbijetuar, jo sepse janë të rrem, por sepse kanë frikë. Imagjinoni një botë ku çdo person është një aktor në një teatër të madh. Nietzsche thotë se maskat nuk janë gënjeshtra të qëllimshme, por mjete mbijetese. Për të përballuar shoqërinë, ne krijojmë versione të vetes që shpresojmë se do të pranohen, një buzëqeshje perfekte për të fshehur trishtimin, një ton i fortë për të mbuluar brishtësinë. Por këto maska nuk janë perfekte, ato rrëshqasin. Shenja e parë e së vërtetës është tensioni. Vëzhgoni çfarë e bën dikët të parehatshëm, një pyetje e thellë, një kujtim i dhimbshëm. Aty fillon personi i vërtetë. Për shembull, një mik që qesh fort kur flet për suksesin e tij mund të jetë duke fshehur frikën se nuk është aq i mirë sa pretendon. Kjo e vërtet të mëson të mos gjykosh shpejt, por të kërkosh thellësinë. Duke aplikuar, do të shohësh se sa shpesh tensioni zbulon një histori të pashprehur, një plagë të vjetër që ende nuk është shëruar. E vërteta 2, ajo që dikush urrente të tjerët zbulon atë që po fshehin të vetvetja, projekcioni. Nietzsche e quajti këtë një nga shpikjet më të mprehta të tij. Kur dikush kritikon vazhdimisht arrogancën e të tjerëve, shpesh është duke projektuar pasigurinë e vet për vetvlerësimin. Është si një pasqyrë e thyrë, ne shohim tek të tjerët atë që nuk duam ta pranojmë brenda nesh. Mendoni për një koleg që gjithmonë ankohet për dyshimin e të tjerëve, ndoshta ai vetë po lufton me një dyshim të brendshëm që e ha çdo ditë. Pse ndodh kjo? Sepse është më e lehtë ta akuzosh jashtë se të përballesh me brendësinë. Kjo e vërtet të bën të pyesësh, çfarë po kritikoj unë të tjerët? Apo fshej një pjesë të vetes si me aty? Duke e përdorur, marrëdhëniet tuaja bëhen më të thella, sepse në vend të mbrohesh, fillon të dëgjosh dhe të shohësh veten në atë pasqyrë. E vërteta 3, heshtja zbulon më shumë se fjalët. Nietzsche nuk besonte se e vërteta vjen nga të folurit, ai e shihte gjuhën si një mjet të turmës për të shmangur realitetin. Heshtja është ku fshihet fuqia. Kur dikush ndalon para se të përgjigjet, kur shmang një temë ose jep përgjigje të shkurtra për pyetje të thella, ajo heshtje po brohori. Është frika e cenueshmërisë që po flet. Për shembull, nëse një partner thotë jam mirë, por sytë e tij ikin, mos u ndalte fjalët, dëgjo pauzën. Ajo po tregon se çfarë ka frikë të ndaj, refuzim, gjyqim ose thjesht dhimbje të pashprehur. Kjo të vërtetë të ndryshon mënyrën se si dëgjon bisedat e përditshme. Fillon të vëzhgosh jo vetëm çfarë thuhet, por çfarë nuk thuhet, dhe kështu lidhjet bëhen më autentike, më të vërteta. E vërteta 4, virtyti i tepruar shpesh është kotësi e maskuar. Kujdes me ata që shpallin me zë të lartë pastërtinë e tyre, që korrigjojnë të tjerët ose predikojnë moralin si misionar. Nietzsche e quajti këtë vullnetin për pushtet të maskuar, moraliteti që shërben për superioritet. Sa më i lartë sinjali i virtytit, aq më shumë diçka po fshihet pas tij. Një shembull, një mik që gjithmonë poston citate motivuese për dashuri pa kushte, por në realitet gjykon ashpërmisht e vet, është kotësia që po kërkon duar trokitje, jo mirësia e vërtetë. Mirësia e vërtetë nuk ka nevojë për audiencë, ajo thjesht ekziston. Duke e njohur këtë, fillon të dallosh lideret e vërtetë nga performerët dhe vetë bëhesh më i sinqert në veprimet e tua. E vërteta 5, njerëzit nuk gënjejnë së pari ty, ata gënjejnë vetvetjen. Kjo ndryshon gjithçka. Jam mirë, e kam kaluar, nuk më intereson, këto nuk janë gënjeshtra për ty, por histori që ata i kanë treguar vetes aq shpesh sa i besojnë. Nietzsche e shihte vetë mashtrimin si mbrojtje, jo si të keqe, një mënyrë për të mbijetuar në një botë plot dhimbje. Kur historia e dikujt nuk shton, mos supozo mashtrim, kupto se ata e kanë ushtruar këtë gënjeshtër ndaj vetes për vite. Për shembull, një familjar që thotë se është i lumtur me karrierën, por puna e tij është kaotike, po mbron një ëndër të braktisur. Kjo e vërtet të bën më të dhëmshur, në vend të konfrontosh, ofro hapësirë për të vërtetën e vërtet të dalë gradualisht. E vërteta 6, ku dikush ndihet superior, aty po fshehin inferioritet.
Ky është Nietzsche në esenën e tij, superioriteti është shpesh mbi kompensim. Ai që krenohet me arritjet e tij vazhdimisht ka frikë se nuk është mjaftueshëm, ai që ul të tjerët kasualisht është i terrorizuar nga të qenit i anashkaluar. Siguria e vërtetë nuk konkuron, ajo thjesht është. Pas fronit të arrogancës, shpesh gjendet një familje i frikësuar me një kuror të rreme. Mendoni për një shef që dominon mbledhjet, ndoshta po kompenson për një familje ku nuk u dëgjua kurrë. Leximi i kësaj të vërtetë nuk është për gjyqim, por për dëmshuri, kur shef fëmijën pas maskës, ndalon së urrejturi dhe fillon të lidhesh. Këto 6 të vërteta të hapin sytë për maskat. Por tani, le të shkojmë më thellë. Çfarë ndodh kur ato maska fillojnë të trasheten? Në pjesën e dytë do të eksplorojmë shenjat e brishtësisë. E vërteta 7, shumica e veprimeve drejtohen nga frika e pavetdosur. Pyeteni veten, pse dikush shpjegon tepër? Pse dominojnë bisedën ose zhduken papritur? Përgjigjja është frika, nga braktisja, refuzimi, turpi, dështimi. Nietzsche dinte se njerëzit rrallë veprojnë nga dëshira e pastër, ata veprojnë nga frika e humbjes së statusit, dashurisë, vetvlerësimit. Kur lexon dikë, ndalot e çfarë duan dhe pyet çfarë po kanë frikë të humbasin. Një shembull, një mik që thot po për çdo ftesë, por brenda po vuan, po mbron një frikë të thellë të vetmisë. Kjo e vërtet të ndryshon perspektivën, veprimet nuk janë sulme personale, por thirrje të heshtura për siguri. E vërteta 8, kur dikush kritikon tepër, është projekcion. Kritika është një pasqyrë. Ai që përçmon emocionalitetin e të tjerëve po fshen ndjenjat e veta të pashprehura, ajo që ul pamjen e të tjerëve po lufton me pasqyrën e vet. Nietzsche tha se gjykimi nuk është kurrë për të tjerin, është për veten. Ndiqni vjen mbrapsht, çfarë po mohojnë të vetja? Një shembull real, një person që akuzon të tjerët për lazësi, ndoshta po kompenson për ditët e veta kur nuk mund të ngrihet nga shtrati. Projekcioni është një rrëfim i dhimbjes, duke e dëgjuar, bëhesh një dëgjues i vërtet, jo një kundërshtar. E vërteta 9, faji fshihet pas sigurisë së rreme. Keni takuar dikë tepër të sigurt, gjithmonë në kontroll? Shikoni tensionin në nofullën e tyre, mbrojtjen nën presion. Nietzsche e pa këtë të liderët që performojnë siguri për të fshehur fajin, një keqardhje, një version të vjetër të vetes. Paqja e vërtet nuk performon, ajo është e qetë. Kur dikush duket i pathyeshëm, i kurioz, çfarë po varrosin? Një shembull, një mësues që korrigjon ashpër, ndoshta po ndëshkon gabimet e veta të fëmijërisë. Kjo të bën të mos friksohesh nga të fortët, por të shihesh si aleat në luftën e brendshme. E vërteta 10, njerëzit e traftojnë vetvetjen përmes egzagerimit. Ai që thotë nuk më intereson çfarë mendojnë të tjerët, ka të ngjarë të kujdeset thellë. Ai që pretendon jam gjithmonë i lumtur, po mbyt dyshimin. Egzagerimi është egoja që po përpiqet të heshë brendësinë. Nietzsche e shite ekstremizmin si mosbalancim, jo forcë. Kur deklaratat janë absolute, lexo pasigurinë poshtë. Për shembull, postimet e tepërta për sukses në rrjete po mbulojnë një frikë të dështimit. Kjo e vërtet të bën të dallosh shurmën nga heshtja e vërtetë, duke të ndihmuar të jesh më autentik vetë. E vërteta 11, ata që kërkojnë kontroll shpesh kanë frikë nga kaosi i brendshëm. Kontrolli obsesiv, mikromenaxhimi, refuzimi i ndryshimit nuk është forcë, por frikë. Kur brenda është kaos, jashtë duhet të jetë i rregull. Nietzsche e pa këtë, sa më e rrept luspa e jashtme, aq më e brisht e brendshme. Një shembull, një partner që planifikon çdo detaj të datës, po mbron një fëmijëri ku kaosi ishte norm. Në vend të luftosh, ofro siguri, lejoje të lëshoj gradualisht. E vërteta 12, sa më e lartë performanca, aq më e zbrazët bërthama. Në epokën e mediave sociale, kjo është e qartë, postimet perfekte, drama e vazhdueshme, nuk janë fuqi, por dëshpërim. Nietzsche e shite si nevojë për të qenë i parë, sepse brenda ndihet zbrazëti. Personi i plot nuk ka nevojë për skenë. Një shembull, dikush që ndan çdo moment lumturie, po kërkon konfirmim për atë që mungon. Kjo e vërtet të bën të vlerësosh qetësinë mbi shurmën. Tani po ndjeni ndryshimin, modelet flasin më fort se fjalët. Por për të arritur shpirtin, duhet të gërmojmë më thellë. Në pjesën e tretë do të shohim plagët e fëmijërisë dhe rrëfimet e pashprehura. E vërteta 13, askush nuk flet nga logjika, ata flasin nga dhimbja. Argumentet logjike shpesh janë buroja për plagë emocionale. Nuk besoj në dashuri nuk është fakt, është mbrojtje nga një thyrje e vjetër. Nietzsche besonte se pikpamjet formohen nga dhimbja, pastaj justifikohen. Pyet, çfarë i thyu? Çfarë nuk duan të ndjejnë më? Një shembull, dikush që mbron pavarësinë po shmang fr. Ikën e braktisjes. Kjo të bën të ndalosh reagimin dhe të fillosh të kuptosh. E vërteta 14, si reagon dikush ndaj dobësisë zbulon fuqinë e tyre. Mos shiko si trajtojnë të fuqishmit, shiko si trajtojnë të dobëtit. Nietzsche tha se forca e vërtet është frenim, jo dominim.
Ai që përçmon cenueshmërinë ka frikë nga ajo, ai që fal gabimet ka fituar luftën e brendshme. Një shembull, një mik që ndihmon pa gjykuar ka shëruar plagët e veta. Jepi një moment dëmshurie dhe shiko karakterin e vërtetë. E vërteta 15, kur dikush ka frikë të harrohet, ata ndjekin vëmendjen. Uria për shikojeni mua nuk është kotësi, është frikë nga padukshmëria. Fëmia i injoruar bëhet i riu që krijon dramë. Nietzsche e pa si thirrje të heshtur. Një shembull, dikush që poston vazhdimisht, po kërkon shenja se ekziston. Pyet, çfarë ndodh nëse nuk je mjaftueshëm? Dhe ofro vëmendje të vërtetë. E vërteta 16, personi që sulmojnë shpesh është personi që zbulojnë. Sulmet nuk janë urrejtje, janë zili e pashprehur. Kritika është më e lehtë se admirimi. Nietzsche tha se ne shkatërrojmë atë që dëshirojmë të jemi. Një shembull, dikush që flet keq për një të suksesshëm, po shpreh dëshirën e vet të braktisur. Duke e parë, bëhesh imun ndaj urrejtjes dhe i lirë brenda. E vërteta 17, njerëzit luajnë rolin e fëmijërisë së tyre, jo besimet e tyre. Nuk ndryshojnë, përsërisin. Ai që nuk u dëgjua bëhet ai që nuk dëgjon, ai që u ndëshkua për emocione bëhet i ftohtë. Nietzsche tha se sjellja është biografi. Pyet, kush duhet të ishin? E vërteta 18, modelet e tyre janë një rrëfim, nëse di si të dëgjosh. Ghostingu kur afrohet, puna obsesive, flirti pa lidhje, nuk janë rastësi, janë rrëfime të mbrojtjes. Nietzsche besonte se modelet flasin para fjalëve. Dëgjo, këtu u plagosa. Një shembull, dikush që shmang intimitetin, po mbron një plag të vjetër. Duke dëgjuar, ndalon gjyqimin dhe ofron hir. Përfundim. Këto 18 të vërteta nuk janë vetëm për të tjerët, janë për ty, modelet e tua, plagët e tua. Nietzsche nuk donte vëzhgim, donte zgjim. Tani, reflektoni, cili ju goditi më fort? Komentoni më poshtë, ndani historinë tuaj. Nëse kjo video ju ndryshoi shikimin, abonohuni për më shumë. Faleminderit që ndenjët, shihni qartë, lidhuni thellë.